Rikthehemi në ditar dhe do të flasim pak për përgatitjet e zgjedhjeve, në çfarë faze jemi, në çfarë faze është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse partitë politike kemi parë tashmë në terren, duke nisur fushatën tonë se zyrtarisht nis në datë 11 prill. Në detaje ne do të diskutojmë me gazetarin tonë të politikës, Ervin Koçi, i cili na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Ka patur 2 konferenca sot nga KQZ, por edhe nga misioni vëzhguesi ose BE-Odir që do të ndjek nga afër edhe me të deleguarit e tij zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, përpara se të ndalemi në bisedë bashk, zoti Celibashi ka konfirmuar sot se ka nisur prodhimi i fletëve të votimit për zgjedhësit nga jashtë që janë regjistruar për të votuar në 11 maj. E ndjekim shkurtimisht. Tashmë kemi të përcaktuar, të zgjedhur edhe operatorin e shërbimit postar, do të jetë kompania DHL International Albania SPK, e cila do ta kryej shërbimin e dërgimit të fletëve votimit tek votuesit dhe kthimin mbrapsht në KQZ. Votuesit nuk do të paguajnë për këtë shërbim, koston e paguan shteti shqiptar, pra paguhet nga buxheti i shtetit. Vlera totale e kontraktimit me këtë operator është 9.2 milion euro, pra nga 12.5 milion euro që ishte fondi vënë në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për kostot e këtij shërbimi, ne do të paguajmë 9.2 milion euro me një çmim mesatar për dërgesë, vajtje, ardhje 37.52 euro. Sot besoj edhe formalizojmë në një kontratë këtë marrëdhënie ndërmjet KQZ-s dhe këtij operatori. Ka filluar procesi i printimit të fletëve të votimit për votimin jashtë vendit dhe besojmë që nga komunikimi që kemi me kompaninë e cila është duke prodhuar këto fletë votimi, kompani slovene, po prodhohen në Sloveni fletët e votimit si për votimin brenda vendit, ashtu dhe për votimin jashtë vendit, por kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besojmë që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Kemi përcaktuar tashmë edhe vendin e numërimit dhe të përgatitjes më së pari të dokumentacionit zgjedhor për votimin nga jashtë, sikurse është bërë publike, do të jetë Pallati i Sportit Feti Borova tek Parku Olimpik i Tiranës. Dhe ndalemi më në detaje, çfarë do duhet të dim të paktën deri në 11 maj sa i takon fletës së votimit, fillimisht ashtu siç zoti Celibashi e saktësoi për votën e diasporës. Do ndalemi pastaj edhe te kontrollet që do të kryej ose BE-Odir, duke nisur nga aeroporti, atje ku do të mbërrin votat me post nga diaspora. Ku jemi si proces? Në themi efektet që përdojnë ndryshime kodit zgjedhor, efektet pozitive, duke se kanë filluar të ndjenë, pasi fleta votimi tashmë është futur në procesin e prodhimit, do të thotë është kontraktuar kompania slovene që për hir të vërtetës ka disa procese elektorale që fleta votimi printohet në Sloveni, dhe dyta, më themi, ka të bëjë me kontraktimin e subjektit postare, cili do të dërgoj fletën e votimit jashtë vendit. Janë 2 elementë tepër të rëndësishëm për shkak se ai 10 ditë në cilën ndryshua kodi zgjedhor, vende pikpyetje afatin e kthimit të fletës së votimit. Dhe po t'i referohemi deklaratës së zotit Celibashi, 17 prill bëhet dërgimi i fletës, rastin, më themi, destinacion më largë mund kërkoj deri një javë për të mbërritur, dhe shkon fundi muajit prill dhe sërish ka ende kohë që fleta të bijë. Pra vetveti dhe zoti Celibashi në konferencë e përmendi që votuesi ka 3-4 ditë kohë që
ta shpreh vullnetin dhe ta kthej fletën votimit. Nëse do të krahasoj me zgjedhjet brenda vendit që ke vetëm pak minuta, duket si një luks, mund themi, i cili është edhe i tepër. Shpresojmë që dhe votuesit nga jashtë momentin kur të marrin fletën e votimit të tregojnë të kujdesshëm në mënyrën se si do të administrojnë atë zarf, pasi vlen theksohet nëse zarfi hapet keq, mund ngrisi fletën e votimit, mund të krijojë një shenjë, dhe automatikisht fleta bëhet e pavlefshme. Në anën tjetër, shpresoj që operatori postar të garantojë realisht, mund themi, ato standardet mbi të cilat ka lidhur kontratët me Komisionin Qendror Zgjedhjeve, që është dërgimi i fletës së votimit te personi i cili është regjistruar. Pra, nëse është regjistruar Ervin Koçi si votues nga jashtë, fleta e votimit do t'i shkojë Ervin Koçit, jo familjarëve të Ervin Koçit. Ky është kriteri i cili është vendosur operatorit postar. Shpresoj që ky kriter të zbatohet, pasi në kundër nëse do ngrehe dyshime mbi këtë fazë të rëndësishme të dorëzimit fletës votimit, automatikisht mund të ngrihen pyetje ku ta diun që do të shkojë zgjedhësit dhe jo një subjekt elektoral. Është diçka e cilat mund themi ve shumë në dyshim besimin e procesit zgjedhor, dhe operatori postar, sigurisht duke qenë një brend ndërkombëtar, besoj do ta zbatoj në mënyrë rigoroze këtë zotim që ka në mënyrë kontraktuale me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe shpresojmë që shqiptarët e diasporës ta ushtrojnë këtë drejtë, sepse kosto të paktën e printimit të fletës së votimit nuk është pak, por 9.2 milion euro, apo jo? Për të siguruar votën e diasporës, jo vetëm printimi. 9.2 milion euro është vetëm dërgimi dhe marrja. Nga fondi total që është rreth 12.5 milion euro, kjo shifër ranë 9.2 pas lidhjes së kontratës. Nuk është një vlerë e vogël për të vërtetë, është një vlerë goxha e madhe, po flasim për, mund të themi, para të cilat po shpenzohen nga taksa paguesit shqiptar, përfshirë dhe ata që jetojnë jashtë vendit pasi kontribuojnë me remitancët e tyre, dhe duke qenë se janë para që shpenzohen, ta ushtrojnë të drejtën e votës ashtu siç kërkuan ta ushtronin duke u regjistruar si votues nga jashtë. Ne kemi përmendur disa herë, janë destinacione 8 largëta në cilat janë regjistruar të zgjedhës. Do se kosto mesatare është diku ke 37 euro për votues. Sigurisht që kjo është një vlerë mesatare, nuk do të thotë që është e njëjta vlerë që do paguhet për ato shqiptarët që janë në kontinente të tjera apo në vende të oqeanisë. Të shpresojmë që çdo shqiptar që do marrë fletën e votimit ta shprehë vullnetin dhe të mos marrë shumë kohë fundja, nuk të duhen 4 ditë për ndarë mendjen se ku do votosh, të duhen vetëm 4 minuta, e hap dhe zgjedh subjektin, e ripalos zarfin dhe e dërgon sërish ke kutia postare. Dakor, çfarë do të veçohet tjetër nga konferenca e zotit Celibashi sot? Sigurisht KQZ-ja është më relaksuar në këto momente se çfarë ishte përpara disa javësh, pasi e përmendën që në fillim ka kryer këto procedurat tenderuese, prokuruese, madje duke se ka zgjidhur edhe problemin e famshëm të gjetjes së operatorëve për pajisjen e identifikimit elektronik. Kemi parë të shkuara që nuk janë gjetur në zonat caktuara, tashmë kemi rreth 6500 kërkesa për 5200 qendra votimi, 5200 pajisje. Çka do të thotë që në farë forme por duhen trajnuar më shumë kanë përshtypjen për shkak të atyre ndrimeve në ditën e fundit? Jo, këto nuk kanë lidhje me partitë politike. Këto kanë lidhje direkte, kanë marrëdhënie kontraktuale me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, paguhen për një ditë pune. Atë ditë pune do të rinë, mund të themi, në qendër votimi për të asistuar identifikimin elektronik të zgjedhësve. Pra, i japë indikacionet, vendose gishtin ke pajisja, ose kalo kartën të pajisja dhe kaq është, mund të themi, puna e tyre. Nuk është se ka ndonjë sofistikim të veçantë për ta bërë, po gjithsesi ka pasur zona caktuar në Shqipëri që nuk janë gjetur njerëz. Në zonat të tilla më pas është vijuar me vonesa dhe siç e ka kodi zgjedhor, nëse për 3 orë nuk diset pajisja, kalohet identifikimi manual. Duke se këtë herë gjërat po ecin, mund të themi, më normalisht se sa zgjedhjet e shkuara, po vlen theksohet jemi ende përpara fushatës zyrtare dhe kemi parë që tensionimi i palëve fillon në momentin kur afron dhe më shumë data zgjedhjeve, dhe sa më shumë tension ka ndërmjet palëve, aq më shumë mund të themi shfryhet në brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dakor, dhe do të ketë monitorim sigurisht edhe në momentin kur do të mbërrin fletët vota e diasporës, edhe pse vendi sa ku do të numërohet, pastaj edhe zoti Celibashi e bëri të ditur. Dhe monitorim veç partive politike në vendin tonë do të bëjnë dhe si gjithmonë misioni vëzhgues i OSBE-Odirit, që është arbitri, siç ti e thua, drejtuesi i këtij misioni ishte sot në Shqipëri në një konferencë paraprake të parë, le të themi, për zgjedhjet e 11 majit. Është traditë e gjithmonë misioneve të Odirit, të cilët bëjnë një konferencë paraprake prezantimi dhe sigurisht që i përgjigjen disa pyetjeve të mediave. Kanë shqetësime paraprakisht për procesin e 11 majit?
Shiko, misionet e vëzhgimit të Odirit, dikur kanë qenë, mund themi, goxha me prezencë, jo vetëm media, po edhe ke partitë politike. Sot duket që kanë humbur disi atë, mund themi, hijen e rëndë që kanë pasur dikur. Vetvetiu edhe partitë politike duket se i kanë zhvlerësuar raportet e Odirit, pasi për hir të vërtetës ka rekomandime që nga zgjedhjet parlamentare të 2013-s, të cilat nuk janë implementuar ende në Kundin Zgjedhor. Pra vetvetiu ti duke shtyr në 4 procese elektorale të njëjtat rekomandime? Kryesisht të njëjtat rekomandime, atëherë më themi sa seriozisht i merrti gjetjet e OSBE Odirit. Gjithsesi, ato gjetje janë shumë të rëndësishme, mund themi për debatin politik në cilin zhvillohet mbrapa. Pasi nëse Odiri të thotë që zgjedhjet kanë qenë të mira, sigurisht që edhe fituesi i zgjedhjeve legjitimohet dhe certifikohet, më themi, goxha më thjesht se sa nëse Odiri të thoshte për shembull që zgjedhjet kanë qenë jashtë standardeve demokratike. Në këtë pikë, çfarë do bëj fituesi? Sigurisht që mund themi e bën një pikë pyetje të madhe në mënyrën e ushtrimit të mandatit të procesit elektoral. Gjithsesi vlen theksohet që Odiri duket se është goxha i angazhuar në këto zgjedhje pasi nëse rikujtojmë 2021-shin, ishim ende në masën shërnguese të pandemisë, nëse jo të plota pjesërisht. Dhe vetvetiu ishte disi e vështirë që të vinin vëzhgues nga gjithë vendet e Europës, apo që të plotësojnë numri, dhe u gjet një zgjidhje alternative nëpërmjet misioneve diplomatike të akredituara në Tiranë dhe pam ambasadorë që shkonin nëpër qendra të caktuara. Këtë herë kemi numër plot vëzhguesi, kemi 300 të tillë që janë afat shkurtër, që do shkojnë nëpër qendrat e votimit, dhe 26 që janë afat gjatët, që janë ta qytetani në Tiranë, të cilët bëjnë takime me autoritetet, me institucionet, mbledhin të dhëna, gruhen të dhëna. Ishte interesant fakti që gjatë konferencës drejtuesi i misionit u pyet mbi bashkëpunimin e mundshëm me SPAK. Dhe e tha fare qartë që ne bashkëpunojmë me gjithë autoritetet, takojmë me gjithë autoritetet, po gjetjet tona ne i themi në raport. Pra, të mos presin në raportin përfundimtar pas zgjedhjeve. Sigurisht pas zgjedhor. Të mos presin, mund themi që nëse një vëzhgues ndërkombëtar do konstatojë një krim në kryerësipër, do ikit te prokuroria e posaçme thotë shiko se unë pash këtë gjë. Ai e dokumenton. Por kjo do të ndikonte para zgjedhjeve. Do të ishte një qasje pozitive, do të vlerësohej? Sigurisht që do ishte një qasje pozitive, sigurisht që mund të ketë kanale të dyta të treta të komunikimi, po nuk mundet që mund themi një monitorues ndërkombëtar të kthehet në një mund themi paditës. Pasi në finale nuk ka as mandatin për ta bërë diçka të tillë, ai është monitorues. Nuk është mund themi ekzekutuesi i akteve të caktuara. Sigurisht që raporti i Odirit në finale ka dhe vlerë ligjore. Nëse Odir thotë që ne kemi konstatuar raste konkrete të shitblerjes votës, përdorimit të administratës publike dhe kur ai konstaton de facto, sigurisht që nuk është vetëm kemi parë një rast, por rasti përshkruhet dhe me dhëna konkrete. Dhe në këtë pikë janë organe ligjzbatuese të cilat e marrin dokumente zyrtare dhe nisin hetime ndaj mund themi rasteve të caktuara. Në gjithsesi, nuk besoj se Shqipëria është në rastin që pavarësisht indicjeve apo rasteve specifike të njollosin gjithë procesin elektoral. Dakor, ndjekim shkurtimisht, vetëm se çfarë kanë thënë sot në konferencë, shkurtimisht e sjellim se konferenca zgjati dhe ishin disa çështje që u ngritën, të cilat do të diskutojmë me Ervinin pas pak. Unë në fakt kam ardhur vetëm dje. Sigurisht që do ta shoh edhe këtë iniciativë të SPAK që është pjesë e mandatit tim. Sa i përket gjetjeve që ne do të kemi, ne do t'i qëndrojmë mënyrës se si operojmë gjithmonë. Ne nuk jemi këtu si mision për të kryer funksione apo detyra të tjera. Sigurisht që jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet në vend, por gjetjet tona të parregullsive zgjedhore gjatë misionit do të përfshihen dhe do të ndahen me autoritetet përmes raporteve tona. Detyra ime nuk është të jap këshilla apo apele partisë në pushtet apo partive në përgjithësi. Puna jonë është që përmes vëzhgimit dhe raportimit të frenojmë fenomene të tilla që në të shkuarën i kemi parë dhe i kemi raportuar. Nëse do të shohim çështje të tilla si shpërdorimi i aseteve publike apo shitblerja e votave, nëse do të ketë indice të tyre, do të flasim dhe do t'i shprehim ato. Shpresojmë që vëmendja që ne do t'i kushtojmë të gjithë këtyre fenomeneve të shkurajojmë iniciativa të tilla. Do të përpiqemi të jemi fizikisht që në aeroport për të parë se si menaxhohet, deri në momentin që vota numërohet dhe raportohet në komisionin përkatës. Ne do t'i kushtojmë vëmendje për të patur transparencë të këtij procesi. Atëherë, Ervin, parat e krimit në fushat, bashkëpunime me institucionet e drejtësisë dhe me SPAK-un, kontroll në aeroport ishte një tjetër pikë
Ishte një pyetje që u drejtua ambasadorit në lidhje me mënyrën se si do të monitorohet procesi votimit nga jashtë. Jashtë vendit o dirit nuk mund të bëj dot monitorim sa si dihet, po gjëra vetëm monitorimi nis nga aeroporti? Nga aeroporti Rinasit kur mbërrin avionët me fletët e votimit, sigurisht do të jetë një vëzhgues i dirit i cili mund të themi do shohim procedurën se si administrohet ky material zgjedhor derisa transportohet më pas tek parku olimpik, në cilin do të bëhet më pas administrimi i fletëve të votimit, ndarja e tyre, mund të themi se është interesante të thuhet. Ke zarfi që do vi nga votuesi nga jashtë do të jetë edhe dokumenti që identifikon atë si votues, edhe fleta tjetër. Edhe fleta e votimit. Këto dy dokumentet ndahen nga njëri tjetri, në mënyrë që kur lexohet fleta e votimit mos identifikohet se për ka votuar. Dhe ky është një proces goxha i rëndësishëm që i cili realisht ka nevojë për një monitorim edhe ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar. Pasi nëse ketë abuzim këtë pikë, sigurisht që shkelet parimi i votës fshet. Nëse nuk do ketë, është shumë mirë pasi zbatohet ky parim në mënyrë precize dhe është interesante pasi nëse brenda vendit partitë politike mund të kenë kalkulimet e tyre, mund të kenë antarët e tyre në terren, militantët e tyre të cilët bëjnë mund të themi një farë projeksioni duke ndarë qendrën e votimit me vota, kaq vota kemi këtu, kaq vota kemi atje. Ke diaspora sigurisht mund të themi ti realisht mund të kesh futur mik terren të panjohur, komplet. Nuk kesh futur mik një antar tëndin për ta regjistruar, por nuk e ke sigur që ai do jetë 100% votues. Që do jetë votues dhe do jetë votues i yti. Pasi fare mirë mund thot po votova, po nuk votova. Fare mirë mund thot po të votova ti, por votova tjetër. Fare mirë mund ta nxjerr fletën të pavlefshme. Dhe në këtë pikë, mund themi vetë partitë politike sigurisht që nuk janë në zonën e tyre të komfortit sa i përket mënyrës së administrimit të kësaj vote. Sigurisht duke mos qenë në zonën e tyre të komfortit, mund t'i shtyn drejt paragullësive. Ndaj është i rëndësishëm një sy, mund themi, ekspert ndërkombëtar, siç janë monitoruesit e Odirit dhe mund themi mund të japin farë garancie edhe më të madhe për vetë votuesit nga jashtë, që vota e tyre nuk do të lexohet. Vota e tyre është fshet. Kur vijnë fletët e votimit, që të nisa më pas për diasporë? Rreth datës 17 prill, 15-17 prill, në datët cilat mund themi do të jenë fletët e para dhe mund bëhet dërgimi i tyre drejt destinacioneve. Sigurisht që e kemi përmendur disa herë, Italia dhe Greqia janë dy vendet që kanë peshën më të madhe të shqiptarëve që kanë shprehur interesin për të votuar nga jashtë dhe janë më afër që mund dërgohet fleta e votimit. Por vlen theksohet, pavarësisht se fletat mund të vinë në orare të ndryshme apo data të ndryshme, ato do të grumbullohen në parkun olimpik, do të fillojë numërimi njëkohësisht kur do të fillojë numërimi edhe i kutive të tjera të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Pra, mes natën e 11 majit, kur qytetafati mund të themi normal kur nis numërimi zakonisht në zgjedhje parlamentare, do të fillojë numërimi dhe atyre fletëve votimit pranë parkut olimpik dhe në këtë pikë mund të themi kemi farë mund të themi rakordimin ndërmjet KQZ-s, monitoruesve ndërkombëtar dhe komisionerëve të partive politike sa i përket organizimit zgjedhjeve parlamentare. Dakor, Ervin, faleminderit. Kjo ishte vetëm konferenca e parë para zgjedhjeve, pritet që të ketë tjetër kur të nisë fushata zyrtarisht apo me këtë delegacion ritakohemi pas 11 majit? Nuk besoj se pas 11 majit, zgjedhjet pak në shkuar në drejtuesi misionit ka bërë, mund themi, edhe dalje të tjera publike përpara zgjedhjeve parlamentare dhe më pas, në ditën e pas zgjedhjeve të 11 majit bën prezantime raportit paraprak dhe më pas është raporti përfundimtar i cili sigurisht që merr më shumë kohë se sa mund të jetë deri në 2 muaj pas datës së zgjedhjeve, varet se sa volum do të kenë vetë ndërkombëtarët për të shprehur në letër. Dakor, faleminderit shumë Ervin për gjitha detajet që na përsollën nga këto dy aktivitetet të ditës së sotme. Ndërkohë ne do të shkëputemi shkurtimisht, ka publicitet, rikthehemi pas pak, përsëri me politik do të jemi.